këtu e kemi edhe Baki Hotin, kryetar të Unionit të Turizmit të Kosovës. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se na vjen në studio. Mirë si gjej. Të thonë rritë shumë, na e vrejmë edhe vetë, e dim, po nuk e di sa në shifrat, po rritë shumë udhtimi i kosovarëve jashtë vendit, pas liberalizimit. Me thonë drejten, neve na fokusohu ma shumë si Unioni i Turizmit të Kosovës që të punojmë që cilin turist Kosovës ma shumë. Dhe nëse flasim për shifra, kemi dikun 36.8% rritje të numrit turistëve. Pra, Kosova e ka përmbyll vitin 2024 me 36.8% rritje të numrit turistëve në raport me vitin e kaluar. Turistëve që vinë Kosova? Që vinë Kosovë. Dhe kjo është diçka pozitive. Normalisht që edhe numri i kosovarëve që po udhtojnë pas liberalizimit vizave, është shumë i madhë se sa ishte më herët. Po më duke diçka interesant, përvojë e re, që shumë qytetarët Kosovës po shkojnë, po lëvizin, po kthehen mas 2 jave, po shkojnë prapë. Pra tashmë edhe aviokompanit kanë disa çmime të lira, sidomos aeroporti i Tiranës, që po shfrytëzohet jashtëzakonisht shumë prej kosovarëve, por edhe ai i Shkupit. Edhe, do të thonë, është bërë shumë e lehtë sot që të lëvizim deri në Austri apo dikon tjetër. Kështu që është kënaqësi për shkak se turizmi e ka në të veten edhe atë përvojën edhe eksperiencën që secili ndoshta don ta pritë. Unioni edhe këtë vit organizoi më datën 10 dhe 11 panajirin ndërkombëtar turizmit. Çish shkon këto ditë? Po 10-11 prill para ca ditësh pra ishte panajiri ndërkombëtar turizmit edicioni 4. Ju e dini që kemi filluar para 4 vitesh me një kërkesë të komunitetit, ka qenë shumë e vështirë me organizu. Kemi fillu me 60 biznese në vitin e parë prej 4 shteteve, që ishte Kosova, Malizi, Shqipëria dhe Macedonia e Veriut. Ndërsa këtë vit kemi pasur mbi 340 biznese të turizmit nga 16 shtete. Pra ka qenë një diçka shumë pozitive dhe mendoj që asnjë aktivitet në Kosovë nuk ka qenë më i madh sa i përket turizmit. Gëzon fakti që ka pas shumë interesim prej ekspertëve të fushës, që kanë ardhur, kemi pas ekspert fushës nga Kanada që kanë ardhur që të jenë në këtë panajër, kompani nga Austria, Norvegjia, Rumania, e shumë shtete tjera, të cilat edhe vitin e kaluar nuk i kemi pas në panajër. Dhe kjo është një tregues shumë i mirë që panajiri po rritet, dhe interesimi po rritet. Janë 2 çështje të cilat edhe ju e përmendet, kjo ka ndikuar edhe liberalizimi i vizave dhe ka pas shumë biznese nga disa shtete, e sidomos nga Bullgaria dhe Greqia, ka pas edhe rritje të numrit të ekspozuesve, pra të hoteleve. Për shkak se shumë kosovarë po e frekuentojnë Bullgarinë dhe Greqinë, dhe pastaj edhe hotelet kanë interes me ardhë, me pas hapësirën e vetë dhe me promovu produktin e vetë dhe hotelin e vetë. Por ka pas edhe agjencione turistike të cilat fokusi jonë ju e dini që është përfshirja e Kosovës në paketat ballkanike dhe evropiane. Ajo bëhet vetëm në partneritet me agjencionet e mëdha që kanë ndikim më të madh se sa agjencionet e Kosovës. Andaj me gjithmonë po inkurajojmë edhe agjencionet e Kosovës që të bashkëpunojnë dhe sa më shumë ta ndëlidhin paketen evropiane dhe ballkanike. Ka diçka pozitive në këtë drejtim? Sa i përket? Po patjetër, tashmë Kosova është si destinacion në shumë paketa ndërkombëtare të tur operatorëve ndërkombëtar të cilët sjellin grupe turistike qoftë edhe nga shtetet e larta, siç është shtetet aziatike ose diçka që ato bëjnë një tur 15 ditë, 16 ditë në Ballkan, ku edhe Kosova është e përfshirë, dhe kjo është shumë mirë. Ka, do të thonë, një shtim të interesimit për pjesën e turizmit malor. Ju e dini që kemi përmend potencialet të cilat i ka Kosova sa përket turizmit shëndetësor. Që kemi inkurajuar edhe agjencionet Kosovës që të fusin
edhe pjesën e turizmit dentar. Për shkak se nëse s'gaboja një mision këtu kemi diskutuar ndikimin e turizmit dentar tek turizmi. Pra oferta turistike për të ardhur, për të rregulluar dhëmt, ndikon shumë në pjesën ekonomike. Po. Dhe del shumë ma lirë se sa në shtetet perëndimore, ndërsa shërbimet dhe produktet janë standardet Bashkimit Evropian, ordinancat janë nivel jashtëzakonisht lartë. Po, diaspora veç vinë për turizëm, të më thonë, turizëm dentar, vizita dentare, masi s'kem turizëm detar, kemi dentar. Të më thonë, veç jashtojmë një...